e cila e çoi në këtë situatën ku ishte. Do të Mos ndoshta ironikisht, ky ndonjëherë është dhe fati i Armandos. Këta njerëzit që i vjen përballë. Armando Duka ka pas se është shumë interesante. Ja vjen emra që përmendë. Po është fat mos e. E ka ndjekur kjo është e vërtetë e madhe. Është fat mos e. Ju nuk dini një gjë. Pikën e tij më të lartë të imazhit publik Armando Duka e ka pasur në momentin që është goditur politikisht nga Ka Sali Berisha dhe Rio Veliaj. Nga sondazhet. 80% në popullin vetëm. Mbaroi lufta. Sigurisht merja më mirë, më dukte vetë një kandidat nga opozita, që thoshit ju ishit e vetme, ju jeni e vetmja shpresë, shkonin mesazhe nëpër Facebook, nëpër Instagram. Ju jeni e vetmja shpresë, ju lutem mos u dorëzoni. Ju nuk para presionit. Çfarë loje? Sinqerisht, dikush është loja? Edhe ishte pak për tjerë se bëhet për sport. Po ndërkohë që asnjëherë sa jemi vetëm sport, sa jemi vetëm sport, dhe sa jemi Armando Duka kundër Edvin Dules, po themi, a kupton? Media e madhe është Fevziu, Rakipi, Çani, Grida, kjo është media madhe pra. Ne jemi media sportit, ne merrem vetëm me sport, ta merrem me të gjitha. Media madhe nuk do hyn. Si intereson fare. Dhe sikur të ketë drejt njëri apo të ketë drejt tjetri. Media e madhe do hyn siç do hyri me Serbin, ku shef që gjë ka konotacion politik. Aty do hyn. Dhe aty çfarë ndodh? Për fatin kush e di pse të Dukës, që ka ditë që me këta njerëz ndërtoi marrëdhënie, se s'mund ta kesh mirë dhe me Çimpekën, edhe me Ylli Rakipin, edhe me Grida Dumën, gjithë e kanë mbështet. Armando ka pas mirë me të gjithë.